populli i Kosovës si populli më i varfër në Bashkimin Evropian, po mendoj mëna kontinentit e Evropës së Jugut në kontekst të Bashkimit Evropian, paguën kostën materiale. Realisht të vjen si konsekvencë të pasoja saj apo skellë të konstitutive nga fshinjtë vetëmarrja. Dje beritoj duke diskutuar me Smart Social Conference, që vjen nga vendet e ndryshme të Ballkanit të Bashkimit Evropian, doli një fakt shumë i rëndësishëm. Fakti që një bilet aeroplani nga një vend të Bashkimit Evropian, që dispon nga aeroporti të kilometra, kushton më shkaq se sa një qytetar i Bashkimit Evropian të kthejë në Chicago, në Kaliforni ose në New York, që disponta është vetë kesh apo 12 me më. Kjo është kosto që ka unë qytetarët e Kosovës. Dhe kjo ndodh për shkakun se dhe linjat ajrore, respektivisht kompanitë ajrore që fluturojnë në aeroportin e Prishtinës, e kanë të bllokuar respektivisht të pamundshme të shfrytëzojnë hapësirën ajrore të Shqipërisë. Mos flasim për mundësinë e shfrytëzimit të hapësirës toksore, që po ashtu do të thotë kostot e shfrytëzimit, po dhe kostot e tjera, të qarkullimit të njerëzve, qarkullimit të morrave, qarkullimit të shërbimeve dhe kapitalit. Kanë disa probleme praktike që mendoj që vijnë si rezultat i një politike jo koherente të Bashkimit Evropian në raport me rajonin. Tani do të kisha dashur të rrohet një situatë imagjinare. Sigur fqinjtë të Kosovës, në Mali Lvivë, Shqipëria dhe Maqedonia, do të fitonin një antarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Dhe liberalizimi i vizave me Kosovën do të vazhdonte të mbeti kështu, atëherë kosovarët nuk do të mund, pavarësisht për pasaportë apo dokumente të udhëtimit kanë ata nuk do të mund të bëjnë kërkim. Prandaj Kosova duhet të shihej apo të tipte si një burg i madh, që aktualisht qytetarët e Kosovës kanë mundësi të fluturojnë vetëm në Maqedoni, Shqipëri dhe Mali pa viza. Gjithë të tjera fikojnë viza, që praktikisht transferohen që qytetarët e Kosovës tashmë mund të fluturojnë në atë. Prandaj, opja negociata për liberalizimin e vizave në vendet e tjera, unë malëmërën që të kuptoj kontekstin legal apo formal juridik të asaj që vjen të rezultati mosnjohjes nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian të Kosovës, mirë po do duhet të konsiderohej një modus vivendi apo formë të përshtatshme për të gjetur një zgjidhje për qytetarët e Kosovës. Dhe qytetarët e Kosovës janë ata që paguajnë kostën e mungesës së një politike koherente në raport me Kosovën. Prandaj këto forume, sikur ky sotit, po forumet e tjera, ndoshta të duhet të shtronin këtë çështje dhe të përdoreshin si mundësi për një presion ndoshta pozitiv, pozitiv, që të lehtësoheshin mundësitë për qytetarët e Kosovës. Këtë një fakt tjetër që u përmend po ashtu më herët në gjatë nga zoti Katinçi, që një treta popullsisë Kosovës jeton jashtë vendit, jeton jashtë Kosovës. Këta qytetarë, do të thotë, janë qytetarët e një vendi që paguajnë kostën e saj. Duke arsuar një faktin që ne gjithmonë preferohemi popullet apo vendet të varfër në Evropë. Prandaj, nëse ka një buxhet për misione të caktuara, projekte të caktuara që mbështesin zhvillimin ekonomik të vendit, edhe këto aspekte duhet të konsideroheshin, për faktin se fytyrat që vijnë nga diaspora janë pothuajse inputës kryesore që ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vogël të mesme në Kosovë, që janë pakta autobusi kryesor pa punë në vend. Për shkak të administrata publike, nuk duhet të realisht as autobusi kryesor pa punë në Kosovë, gjithmonë duke i referuar statistikat që përmendëm më parë se Kosova për shkolla pa punësi është më larta në rajon. Por është në rajonin e Evropë, do të thotë mbi 40% stokën për një shkollë pa punësi dhe me një varfëri ekstreme të 15%. Të parë në vend. Prandaj, këto statistika do duhet të konsideroheshin nga politikat e caktuara rajonale, por fakti sidomos nga Brukseli për të pasur një çështje, ose në prapë koherente në raport me Kosovën.